Si vërtetojmë ekzistencën e botës tjetër? E vërtetojmë sepse ai që krijoi gjithçka, ai na sqaroi dhe na e tregoi që ekziston bota tjetër. Një pjesë e njerëzve shtrojnë një pyetje që thonë nuk e shohim, nuk e besojmë. Unë kam një pyetje për ty tani se vetëm tim ke pyetur. Një familjar joti, motra po themi, të merr dhe të thotë që nëna, larg qoftë, ka pasur një infarkt. E morëm ambulancën dhe është rënd për shëndetin. Të lutem, ndërpreje emisionin dhe nisu. Ne se kemi parë. Çfarë do bësh? Direkt do të ndërpres dhe ikim Pse? Po ti nuk e ke parë këtë, pse duhet shkosh? Sepse ai që ta solli informacionin është i besueshëm. Dhe për këtë arsye profeti Muhamedi është quajtur i sinqert i pafund. Dhe gjithë pejgamberët kanë qenë njerëzit më të sinqert dhe për atyre që thanë ekziston bota tjetër dhe e kanë parë me sy, e kanë të vërtetuar dhe në librat e shenjtë, atëherë kur vjen një informacion nga i sinqerti, siç ishte rasti me një të smur që ne kemi në familje, ne është turp. Nuk është mençuri më që ti thuash unë nuk e kam parë, kështu që